Një burr i gjatë, me mustaqe të thinjura, ecën ngadalë mes turmës, ndërsa qeleshja e bardhë mbi kokë e bën të dallohet mes qindra protestuesve. Rreth saj ka lidhur një flamur kuqezi. Nuk nxiton, ata që vinë çdo mbrëmje në shesh e njohin tashmë, përshëndetet me secilin, shtrëngon duar dhe zë vendin e tij, si të ishte pjesë e pandashme e këtij bulevardi. Ne këtë po priqim. Këtë po priqim. Ne habitshim me gjithë të zeza që i ka bën qeveria këtij populli flen të gjumë. Ç'është kjo? Një popull që flen gjumë ka marru. Pas këtij portreti të qetë e fisnik fshihet një jetë e skalitur në errësirën e galerive të Valiasit. Për vite të tëra, Gafuri e nisi ditë të njohën dritën e diellit, por qindra metra nën tokë, në një botë ku ajri vinte vetëm përmes tubacioneve, ku uji dhe balta ishin pjesë e përditshmërisë dhe ku çdo zbritje ishte një përballje me të panjohurën. Një njerë hutësh ta zem këtu e mund të jetë galeria 1000 metra në thellë. Aty ka ujë, aty ka balë, aty oksigjen me s'ka fare, do të vjen ajri të vjen me tubacion. Po mendimi është kjo që ti kur hin me njerëz u inshallah dal prap gjallë. Ka rreziqe. Edhe pse ke mundohesh me zbatuar të rregulloren, nuk dihet nga të vjen. Jenë në tokë, mo. Fati ishte në anën e tij. Pas dekada është një nga profesionet më të rrezikshme. Gafuria doli të ndërtonte një familje dhe të dilte në pension, i cili, ashtu si për mira punëtor të nën tokës, nuk pasqyron as vitet e gjata të punës, as rrezikun që përballen, por mbi të gjitha nuk u siguron një jetë të denjë. Sot kena një pension qesharak. Qeverisë i kemi bën kërkesa e thirrje që ajo statusi minatorit nuk e kanë pranuar që ta përvojë ligji me fjalë për statusin e minatorit. Edhe jemi me pension qesharak që minjer vetëm ato që kanë punuar dinë se çfarë vujtje shka, edhe ato që punojnë tani në një që punon. A puna më e rëndë e njeriu, si sklever punojnë. Gafuri thot se të ardhurat që merr sot nuk mjaftojnë as për nevojat më bazike të jetesës. Vitet e kaluara në një nga profesionet më të rrezikshme janë shpërblyer me një pension që nuk u garanton as sigurinë ekonomike dhe as dinjitetin në pleqëri. 180.000 lekë. Me që të jetosh me të? Si gjënë, samë. Do t'i marrë, do t'i shtojsh dorën kalamajve. S'do shkesh në pushime. S'ka pushime për ne. S'ka lukse për ne. Por pensioni nuk është i vetmi hall që mban mbi supe plaku 72 vjeçar. Shtëpia e ngritur tull pas tulle pas dekadash pune, u shem për t'i hapur rrugën ndërtimit të Unazës së Madhe. Shteti e konsideroi shtëpinë e Gafurit ndërtim pa leje, ndonë se ai kishte ndjekur procedurën e legalizimit. Brenda pak qastesh, humbi jo vetëm një banesë, por edhe simbolin e gjithë sakrificës së familjes së tij. Ne kemi 30 vjetë që kemi punu me gruan, edhe unë e gruaja, edhe qunat, me zje bam një shtëpi, kur erdi puni, në fund saj marova erdi shteti ta prishim, ta se tu ka një rrugë një gja, ika, shkova në zero prap. Jo, kur kam bën shtëpinë e kam bën duke hangër buksat bashkë me gruan, se unë nuk s'kam lujt drogë. Sa ti që lujnë droga, që kanë bën drogat? Ja, ku i ke? U shem shtëpia. Sa e kishëm proces legalizimi. Proces. Shteti e njohoj si shtëpi. Po s'kisha hipotek. Kisa ja, s'ke. E dira më ku erdhi pushtet. Sa ja, unë se njoh, unë njoh vetëm kush ka hipotek. Iga unë. Rënimi i shtëpisë ja la vendin së rollatjeve në përzyrat e shtetit, në kërkim të një bonusi të qeras. Mbeti i pastre dhe brenda një dite, Gafuri është ndërrua nga njeriu që kishte kaluar jetën duke ndërtuar një strep për familjen, në një qiramarrës që nuk ishte më asnjë siguri për të nesërmen. Ku banon me qira? Rrugëve që umën. Rrugëve. Me qira, se nesër mësë me pa lek për qiran, du të me dalë rrugë madhe. Edhe bonus se du të me thonë e këte, na jep një bonus 130.000 lekë mujtë, se ka marrë akoma. Shko këtu, shko atje, thojnë. Çfarë bonus? Një bonus që t'jep një nim gjëja që për qiran.
Po s'ka shtëpi me 130.000 lekë që m'japa në muj, në një kohë, për lehtësim. Kur qëra ato disa janë, kanë arrit deri në 700 euro. Ja qarë jetese ka në Shqipëri. Ja si e bon, si e ka të ndisin komin të. Prej më shumë se 2 muajsh, pothuajse çdo mbrëmje, Gafurri i bashkohet protestës. Nuk e shtyn vetëm pesha e problemeve të tij personale, por në shesh e rikthen ndjenja se po cënohej diçka që vlen më shumë se çdo interes personal, dinjiteti i njeriut. U zu populli se ju plasi bomba në dorë, atje në Zvërnec, kur e pam të tërheq tjetër i zvarë. Hapuj tokë që në Shqipëri. Në të njëjtin bulevard, a ishte më shumë se 3 dekada më parë, kur si mira shqiptar të tjerë, besonte se vendi po linte pas diktaturën dhe po niste një epokë të re. Atëherë ishte një djalë i ri, minator në Valias. Sot flokët janë zbardhur, por beson se betejë për një jetë më të mirë nuk ka përfunduar kurrë. Ja, mund këtu, këtë shesh, në 91-92, kemi bërtit e dum Shqipërinë si Europa, poshtë komunizmi. Kanë qajt njerëz me lotu. Që u liru nga diktatura. Mbi 30 vjet kanë kaluar që nga ajo ditë, breza janë rritur, qeveri kanë ardhur e kanë ikur, por Gafurri thot se premtimi që e nxorri në shesh në fillim të viteve 90 mbeti i papërmbushur. Ai e sheh protestën e sotme si vazhdim të së njëjtës përpjekje, të ndërprer, por kurrë të përfunduar. Unë ish minator i Valit, kemi qajt me lotin këtë shesh. Ja ku përfundum. Në 91 tham që shtum nga diktatura, prap në diktaturë. Shqipëria ngrop, komunizmi kam kry që i themin e nga veriu në Shqipëri. Pas një jete të tërë pune dhe humbjes së shtëpisë, Gafurri nuk kërkon më premtime, kërkon vetëm një ndryshim real, që beson se duhet të nisë me largimin e kryeministrit Rama. Unë të do vederi kur ai atje mos të hirë më nëzirë. Pas gjithë sfidave që ka kaluar, pengu që i rëndon zemrën Gafurrit nuk është puna e rënë ndër minjera, e as shtëpia e humbur, por fakti që sot nuk mund të jetoj me të ardhurat e djersës së tij. Në vend që të gëzonte pleqërinë, ajo është detyruar të mbështetet e ndihma e fëmijëve, pikërisht atyre që u larguan nga vendi për të ndërtuar një jetë diku tjetër. Pengu më i madh është se unë nuk marr djersën time. Ti shtri dorën kalamajve. Tu a luks ne jetojmë me hangër të bukë a luks për ne. Ne shkojmë me pushime atë gjas. Ku del me pushime? Ne vjen funi mujt, ne i bim lapsit. A kena leka jo? Çdo mbrëmje, kur protesta përfundon, Gafurri largohet me të njëjtin hap të qetë me të cilin erdhi, të nesërmen rikthehet sërish. Më shumë se 3 dekada më parë ai zbriti në të njëjtin shesh me besimin se Shqipëria po niste një kapitull të ri, më të lirë dhe më të drejtë. Historia e Gafur Velis është historia një brezi që e ndërtoi këtë vend me punën e duarve të veta, por që në pleqëri ndihet i lënë në harres. Është historia e njerëzve që nuk kërkojnë privilegje, por respekt për sakrificën e një jete, e njerëzve që edhe pse vitet u kanë zbardhur flokët, nuk kanë hequr dorë nga besimi se një Shqipëri më e drejtë është ende një kauzë për të cilën ja vlen të qëndrosh në këmbë.